Me një ajet kuranor, thot Allah subhanahu wa ta'ala, nja'akum fasikun binebein fetabayyanu fatathabbatu. Nëse ju vjen një lajm prej një fasikut, një mëkatarit, thot hulumtojeni, shqyrtojeni, verifikojeni, sepse mundeni mu bo sebeb që me godit një person caktuar apo një popull caktuar dhe pastaj me kërku falje, apo çështja është e turbolt. Na nuk po dim çfarë është ndodh. Mediat sot, një pjesë e mediave, nuk po du mi shtit gjitha se ka dhe besimtar në mesin e mediave, i frynë me të madhe çështjes së ekstremizmit. Mirë, po a duhet me ndërlidh tash që të rast domosdoshmërisht me ekstremizmin? A kemi verdikt që ekstremizmi i këtyre të rinjeve ka bo që ky me vro policin për shkak të bindjeve fetare? A kemi? Nuk kemi, më shëlegojnë. Nalo. Dhe jo çdo veprim i një të riu që ka mjekër, domosdoshmërisht, edhe pse ndoshta mund tjetë, po flas tash në rregullin e përgjithshëm, s'po flas për ata. Në rregullin e përgjithshëm, jo domosdoshmërisht i bie që e kapi ekstremizmit. A mund tjetë edhe për shembull çështje personale? Për shembull të shqiptarët, s'po flas prapë për rastin fjalë, mos të keq kuptohet. Jo çdo send që e flas e kam për qëllim rastin fjalë, po çdo herë në rastin e përgjithshëm. Për shembull, shqiptarit nëse i prek ndir gruan, çikën, ku e di unë, ç'a të bën shqiptari? Dvret. Edhe është me mjekër për shembull. Edhe ç'a mi botash? A mi janë ndërlidh fen, mi thon këti për shkak të fesë, ekstremizmit ky e ka vrar filonin? Sa vrasje po bonte na për meç, thonë e vrahën. Pse atëre spjat vesh një shqiptaris këto? Po pja vesh një çdo herë ekstremizmit? Vesh i shqiptaris. Se prej shqiptaris na shqiptar jemi dhe i bëjmë çato veprime, apo? Unë duhet me pas kujdes në këto sene. Edhe një këshill për besimtar tash. Çdo e keqe që ndodh, mos të keq kuptohet hadithi që ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, kushdo që e sheh një të keqe. Çka ka thënë hadithi? Thot le ta heq me dorën e tij, apo? Nëse fein lem yastati, nëse nuk mundet. Ç'a me bë? Me gjuhë. Nëse nuk mundet, me zemër. Mirë, po kjo është imani ma i dopt, apo? Bukur, dietarët e kanë komentu. Kanë thonë, që kjo e para që duhet të keqen me hek me dorë, kujt i takon vllaja? I takon pushtetit. E mirë. Allahu në Kur'an po thot vjedhësit dhe vjedhësës prejani dorët. Prejani duart. Kjo është ekzekutim, apo? Ekzekutimi dënimin. Hajde që me religjin dorë ti edhe shko preja disa prej politikanëve dorën. Allahu në Kur'an e potencon vesh për vesh, hun për hun, njeri për njeri, apo ku e dione? Shko vraje personi që vret. Zinaçari në fen islame sheriati e parashet që kush bën zina i martum, ekzekutohet. Kush e bën këta? Tija? Ti si i ri, nëse i bën çto veprime, ti e ke kundërshtu Kur'anin dhe Sunetin. Pse? Sepse këto janë vetëm ekzekutimet, janë vetëm shtetërore, gjykatat i marrin, jo ligjin me kaptin dorë. Se bëhet kërdia të vëlla. Secili thot që ky vëllai ka kundërshtu fen, ky tjetër e ka kundërshtu fen, edhe vroj ato, vroj këto. Çka është? Ky sallamadi. Sistemi jon sheriatik nuk është kështu. Po s'ka sistem sheriatik, për na shon fen, fein lem yastati. Nëse nuk mund të çam me bë, me gjuna flasin. A jemi të fol për LGBT-n? A jemi të fol për alkoolin? A jemi të fol për zinon? A jemi të fol për krejt gjunohet që ka ekzistojnë këto troje të shqiptarët? Po. A kemi nëjë problem me shtetin? Që pi flasim që to kunder? S'kemi. U kry puna, qa po dënë ti? Jo po du une me ekzekutu, jo po ti se ki përgjithsi. Pastaj, pejgamberi sasan, që ka thonë hadith? Thot, gjdo bari është përgjith për kopien e vetë. Përgjith i popullit, kush është? A jeti në shpitalet dhe qëto? Është policia. Është shteti. Është prisi. Pa i tagut, që shpithojnë këta. Puna ti, është e merë përgjësi naj. Qa më interesën mu? Mu që ka më interesën, o vlo? Mu më interesën me vedisu popullin që kjo është haram. Kaq. Unë as jom gjykac, as nuk jom pris, as nuk jom khalife, unë thjesht ja kallëzoj gjykimin që kjo duhet qështët. E këshilloj prisjen, e këshilloj atë më pushtet që janë, i thëmë që kjo është qështët. Ma zë qatë dush t'i bën, në qaftë tonde. Ekzekutimet, gjihadi, këto senet janë institucionale, nuk janë grupore, vëlla. Nuk shkon 10 vet, 15, 20 vet, hajde ta qelim një vefaqe aty edhe po thrasim gjihad fi sabilillah. Kjo çmenduri, okay. Kjo ka shkaktuar do muslimanëve. Anti-islamistat po kënaqen apo vetë se po presin një gabim një muslimani me ndodh. A pi ndjekni analistat nëpër media çka janë të bë. A keni vret? Tu hedh vnerë
Tu e godit direkt islamin. Jo sa dush ju godin dise, na dalim edhe distancomi për këtyre seneve, edhe i din këtë, edhe shtetë edhe këtë i din, këtë vendangjojnë. Këtë i kanë mekanizmat, në për telefona në këqyri, në për sen, jo mi bindë shumë ato. Këtë senet i din. Kush jemi na, qka jemi na, përveç disa personave nëse i bëjnë, ti me godit një fetë caktu ma, ja me lasë s'kanë që shtët. Ku do me godit një fetë përminal % të kosovarve që janë musliman? Këtë mi bo ekstremista, ha? Veç një mjekër që e ki, hajde ekstremista. Mirë po, mendoj që ne duhet jemi të kujdesshëm. E kemi fitu një përshtypje, pa të drejt, që ata njerëz të cilët e predikojnë fenë, janë këqij, janë negativ. Absolutisht është gabim. Po, absolutisht. Kemi fitu një përshtypje të gabuar, nëse një njeri duket ndryshe, për shkak të veshjeve, për shkak të ndoshta një mjekra këtë imazhe, diçka. Absolutisht jo, mos harrojmë që nuk të bën vetëm mjekra terrorist. Ose kundër. Po, ai këtu një përshtypje e gabuar, ajo çka duhet ne është t'i çmojmë njerëzit, absolutisht nuk ka gabim dhe duhet secili popull në botë i lutet Zotit, i lutet këtë normale dhe në këtë drejtim Kosova ka qenë shumë tolerante dhe bile më shembulli më i miri mundshëm në botë për tolerancën vetare. Ne, institucionet e Kosovës duhet, sidomos policia e Kosovës duhet, sektori antiterrorizmit duhet jetë shumë e kujdesme sa i përket ekstremizmit të gjitha llojeve, jo vetëm atij islam, po edhe ortodoks, edhe të krishterë. Pra, çfarë do ekstremizmi është i dëmshëm dhe rrezikshëm dhe mos të gjykojmë njerëzit vetëm pas të dukjes dhe pas të predikimit të fesë. Pastaj edhe mediat duhet me pas kujdes. O ti njeri, ai shqiptar, po mirë. E pse pjep qatë zor me dal haptazi në për media, me dal aty edhe me na qujt neve Kosovën si vendi i terrorizmit në Ballkan, pse sperujsh Kosovën tonë dhe ti? Na luftojmë ekstremizmin, e dini shumë mirë, këtë luftojmë ekstremizmin. Edhe më mirë e luftojmë ekstremizmin sa anti-islamistat, se na luftojmë me Kur'an dhe me Sunet. E ju, të shtik kishe ekstremizmin, doni edhe islamin e luftu. Si që shdalin këta levizja e Deçanit e këta televizja anti-islamike që thëjnë do të mo de-islamizu Kosova. Se që to janë problemet e islamit politik. Po, islamit politik, ha? Kretë dhe me muslimant ku kanë qështu, apo? Pse del një person. E ti që shkon atje në Zvicërën, në Evropë, që vjedh, pse s'pja atriboj shqiptaris, vjedhin tonë dhe e vrasil që pe bon atje, që pe vret gruën tonë dhe atje, a vesh një besimtar që e bon, një vepër, kërret atribon një fes. Nuk shkon, nuk ka drejtësi kjo. Për kunder asaj, ata mundon me luftu, po kote kanë. Su në luftojnë dinin Allahut i cili është në mbrojtjen e tij. Ju më shumë i bëni dom shqiptarisë se sa islamit. Fillem han Allahu azza wa jalla, vllajë. Dal vlla. Edhe pse i kum pa disa, sidomos edhe institucionet e shtetit i kum pa mos po përdoren ekstremizmi islamik. Ja e keni vret. Ju mësu se në 2014 150 vjet i arrestuan për një herë. Edhe i bën dom vetit i bën. Shteti vetit i bën i dom. Vallai një në xhami tu folun, kish erdh njëri i Çekis, po i Çekis. E di këtë arabishtën, pak edhe anglishtën. Tha, ku e di tash unë çka është ai? Thekë musliman, e kum pranoj islamin, po hajde besoj ti. Si do qoftë, unë i tregova ato çka është prezente. Ishte 2014, ashtu 13, 15, çapo di, çatar kur ke i Sisi, kur ke. Edhe po pyeta, ku po në për lajme në Çekitha, që baza e terrorizmit në Ballkan është Kosova. I natë të vjen. Rrujem në vendin tonë. Nuk po të thonë mëre kush i bën këto krime. Këto janë krime. Qof ndaj policit, qof ndaj FSK-s, qof ndaj atij, këto nuk lejohen sipas islamit. U kry puna. Vi, qitja. U kry. Ki me dhonë përgjithësi para Allahut subhanahu wa taala. E ki bo për shkak. Tash nuk po di kush e ka bo. Kush do që e ka bo. E ka gabim. Edhe i kallëzova thash, shumica. Edhe xhamit këtë në përgjithësi nuk i kanë këto bindje vllajë. E ti për një pakic të vogël, që është normale me luftu, po. Merri, arrestoj, ku e diun e qka dush bëni, mirë po mos ja atribo fes, mos e godit fen e popullit shumit që tu në Kosovë, mos e godit, se jemi tu i godit vetën, o vloje. Fen kur gjës mësh mi bo fes. E dalin ata pi atje, prej Evropës, disa lëvizje edhe islami politik, islami ekstremist, islami kështu, islami ashtu. Na vetë që kemi paralemru, kemi pas kërcnime prej ISIS-it. E ta shka, kush jemi na hajt? Qa me botash na? Ka jemi na? E kanë mësu një mjekër si ta ki, një agjerim, një iftar si ta bën, mi disqeshit aty për njerë i thënë islami politik. Nuk është e drejt kja. Kja nuk është e drejt. Pa ata e në alarm. Se rinia pi kthejt fes, në për institucione ka namazdi shumë, në të nëndë, jo agjerim, jo namaz, jo ku e diune, edhe pitutën. Që kjo është problemi. S'ki që kam ju tutë, vlo, për shka pitutësh? Musliman na jemi. Hani kur po më thënë islamizimin e popullit. Qëfar islamizim? Na musliman jemi. Pi kthemi bazës. Na musliman, mund është me thonë,
Ky qëllimi i tij është islamizimi i Evropës, nëse shkon e bën davet në Evropë, mundesh me thonë. Ama në Kosovë ti suni thush islamizimi i popullit, se musliman na jemi. Çfarë islamizim? Musliman është. Thjesht vetëm po i kthehet namazit agjerimit, kaq. U krye puna. Momentin ti ku ta lëshon mjekrën, ku fal namaz, ku ta agjeron, ti je terrorist, po për një herë. Po s'është ke drejt. Milenioni pa dalë që shtoi QKSS-s një farë Skenderi është Skender Perteshi, e pa ta pa më herët. Tha shkova në Burg, tha, e pyetëm, tha, ç'është është gjendja, domethënë këty me besimtarëve sa që po folën, tha kohëve të fundit ta kanë filluar mu ekstremizu. Tha, më tregoni, tha, cilat janë ato shenjat e ekstremizimit, po ja kanë sta mu falen me lëshu mjekrën. Çto janë, tha, shenjat e ekstremizmit? Po doli fjalë që ka radikalizëm burgje. Po kërkush nuk e den ka radikalizëm burgje. Pse? I shohin 5 veta tu të kryer ritualet fetare, është i radikalizëm ju. Na thoshin që ka radikalizëm burgje, na e kanë i treguam, okay, cilat janë shenjat, veprimet edhe mekanizmat që ju i keni marrë, që qytetarët e Kosovës që janë brenda burgjeve janë radikalizuar. Jo po e kemi pa në një person para 3 muaj nuk i ka kryer ritualet fetare, tash po i kryen. Nuk ka shenjë që tregon a është radikal. Fatkeqësisht edhe hoxhallort, disa hoxhallar që i fryn pa e ditë ekstremizmin ç'është duhet. Se s'din as me luftu ekstremizmin. Valloj disa hoxhallar s'din me luftu ekstremizmin. E shen FSK falet dikush veç që i ngrit durt, unë s'marr përgjegjësi për këta që i ngrisin durt, se këta mund të kanë ekstremista. Kjo të merresh bre. Kjo të merresh bre. 25 vjet falja me ngritë të durve. 25 vjet e kom mjekrën. Pse shpërtheva unë? Pse nuk shpërtheva? Përkundrazi po paralemroj tankun kundër ekstremizmit. Ata që më njohin e din. Bënoj drejt, se i mshesh vetës. Kërkucun i mshesh tjetër. I mshesh vetës, Kosovës i mshesh. Para mendo pesh, një ditë e poshtë me një analizë vëdu mja përmend emin, tha 50% imamëve tha në xhami janë ekstremista. A dhe më që dhe më thonë më kjo. A jebem të rezive ti. Shteti s'ku ka kërkon me thonë. Ç'të i bjerë, ti pe godet shtetin tënd. Ti pe godet shtetin tënd që po jeton. 50% thot imamëve janë ekstremista. Më thon kjo është çmenduri. Ai pi atje veç këshyr, edhe e gjen rastin e duhur, edhe me të godit. Edhe lobon pasaj në për Evropë, edhe në për organizata të ndryshme kundër vendit tënd. Po na me lenë Allah do të flasin. Atë sa mundemi. Ata të mëshmit e kuptojnë. Disa tri po bin pre e disa ilahive, xhihadiste, ashtu quajtur xhihadista, e ku e diunë. Dhe më thë se vetë Muhamedi a.s. ka thonë, ata janë 3 në moshë vëlla. Ka thonë, janë 3, janë mendje letë, dalin një periudhë, bëjnë fesate, pastaj 5-6 vjetë që shtu të shkajnë, prap rikthejnë që shtu, çdo 5 vjetë, 10 vjetë a ki vrejtë që shpo, rinjallët. Por na do të paralajmërojmë me lenë Allah s.w.t. Edhe nuk do të lejojmë që ti 10 vjetë, 15 vjetë me bo davet, edhe mu qu ti, me bo një vepër, të pamatër, edhe kime pas përgjithësi para Allahut, gjithat që sot që Sulejman Rohili, gjithë ata që i kanë bërë veprimet në Evropë, që i kanë bërë sulmet, që shtu në për metro, apo ku e diunë në për vendet ndryshme, që i kanë shajt pejgamberin a.s. kufart në Evropë, këta musliman që i kanë bërë këto vepra, nëse i kanë bërë, kanë përgjithësi tek Allahu subhanahu wa taala, një pjesë përgjithësisë kanë. Pse? Se ja u kanë tregu masës që çështua Muhamedi a.s. Me ato sulme që i bëjnë. Me që ato sulme që i bëjnë, Muhamedi a.s. çështu është. E nuk është ashtu. Nuk është Muhamedi a.s. ashtu. Kur për qëllimet e veta personale nuk është hakmar. Kur heq. Kur nuk është hakmar. Ka pas në mesin e tyre me munafika dhe nuk i ka vra. Muhamedi a.s. I ka pas munafikat mrena, pedin me emna pedin. Pushtetar, burshtetës dhe nuk pi vret. Pse? Vetëm me vetëm mos me thonë të tjerët që ky pi vret shokët e vet. E ti nëse quhësh e mbyt dikonin, qoftë një polic apo një asi, nëse e ka bo një musliman, një besimtar, a ti që ki bo bre ti, a ti çfarë domi ki bo ti? Ki me thonë përgjithësi tek Allah subhanahu wa taala. Edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Edhe mirë për ata që i nxisin këto sene. Edhe pse unë personalisht mendoj që nuk besoj që të ketë arritur deri në gjendje që dikush prej hoxhallarëve mi thonë në xhamatliu 3 mi thonë çu vraj një polic. Unë nuk po muj me besu. Nuk muj me besu. Ha, më bot trazira, ka mundësi se aty nuk dihet sa po shkon tërshana. Ka mundësi, telefon njeri i çmendur dhe mund me bo veprime. Mirë, po me fetfat hoxhallarëve këtu, po qoftë edhe ata që njihen si ekstremista. Nuk besoj që mundet me dhonë një fetfa me thonë qu edhe vraj një polic apo qu edhe vraj një të FSK-s. Nuk besoj. Unë personalisht po them nuk besoj. Ata tjerë që i kanë mekanizmat e vet, ata e din më mirë. Na çto që i dim që i pishojmë, nuk besoj që këtë arritur deri në atë gradë që me bo qatë vepër
që mi bot do me muslimanve, edhe ka shkaktu do me qore që sa dit si on të unol mediat, që sa dit si on të unol. A jetu menu ti, o vllai jem, a jetu menu për një kategori që është e luhatshme, edhe këne edhe anej, a di që ti me qëto veprime mundesh me ndiku mi qipi dinit disa prej njerëzve. قولوها بصوت واحد وبصوت واثق الإسلام بريء من الإرهاب الإسلام يحرم الإرهاب والله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أحبتي في الله افخروا بإسلامكم واعتزوا بأنكم من أهل الحديث من أهل السنة فإن ذلك خير كله وقفوا في وجه الإرهاب والإرهابيين ولا تسمحوا لأحد بأن يسيء إلى دينكم